Shka çfarë është kontekstuale në farforme, me që nuk po flasim, pra përderisa nuk flasim me një ndryshim rrënjësor të gjendjes sonë psikologjike dhe të funksionimit të përditshëm, gjithçka çfarë është kontekstuale është brenda një normalitetit në farforme, sepse edhe kjo mund ta ketë atë lloj funksionin që gjatë dimrit, me që temperaturat janë më të ulta dhe ditët janë më të shkurtra, përmes kësaj gjendje që duket depresive në farforme ne të ruajmë energjinë dhe të mos bëjmë ndoshta aktivitete të tepërta që mund të na lodhin pastaj nëse e shpjegojmë këtë edhe në aspektin qelizor, në aspektin të energjisë dhe të aspekteve tjera të metabolizmit, sheqerave që janë në trupin tonë, pra mund të jetë një reagim deri diku i natyrshëm për të përshtatur me rrethanat dhe aspektet e klimës tonë dhe realisht temperaturës e gjithçka tjetër përreth, në aspektin ambiental në farforme. Por ne, nëse vrejmë që kemi një ndryshim rrënjësor dhe ajo po penalizon ose po afekton shumë funksionimin tonë të përditshëm, po na vështirëson çështjet sociale, po na vështirëson çështjet e punës, po na vështirëson çështjet tjera fizike, po ndërhyjnë në proceset tona të gjumit, po ndërhyjnë në proceset tona të mendimeve, të emocioneve, pra atëherë po flitet për një prirje të personalitetit ose të personave si shkak i rrethanave tjera emocionale për një prirje për të rënë ose për të afektuar më lehtë nga disa faktorë tjerë që tash nuk kanë pra drejt për drejt bëjnë me gjendjen e tyre. Pra këtë rast faktori i motit ose klimës. Pra e shef, janë disa persona nganjëherë më të ndishëm, më të predispozuar që disa faktorë që nuk janë drejt për drejt të lidhur me ta, të afektojnë gjendjen e tyre dhe të silin në një nivel tjetër emocional, e që mendoj që është shumë e rëndësishëm ata të jenë të vetëdijshëm për këtë çështje, të vetja atyre që të trajtojnë në farforme, të mirën me atë çështje, të reflektojnë mbi atë çështje. Po. Dhe